Të dyat duhet ta kenë mision, rritjen e gjeneratave të shnosha, të cilat kanë profesionalizëm dhe kanë etik njerëzore. Unë rolin e shkollave publike dhe private shoh ngushtë të lidhur edhe me rolin e prindërve. Pa marrë parasysh se çfarë shkolle e mirë tjetë publike ose private. Partneriteti me prind, nëse nuk është në nivel, kemi krizë. Nuk mund të funksionojë. Secili ka rolin që të sjellë më të mirën për këtë shoqëri. Për shembull, në shkollën tonë i kushtojmë shumë rëndësi bashkëpunimit me prind, nxënës dhe shkollë. Ky trekançi pedagogjik duhet të jetë në nivelin e duhur, përndryshe nuk mund ta luajë kërkush rolin damaz. Ky është një trekanç i ndërlidhur, nuk mund të luhet roli i shkollës pa bashkëpunimin me nxënësin dhe prindin. Të dyja shkollat, pa marrë parasysh që tek shkolla private është një kosto, te shkolla publike është shërbim që shteti e bën për nxënësit, pa kosto financiare. Të dyat duhet ta kenë mision, rritjen e gjeneratave të shnosha, të cilat kanë profesionalizëm dhe kanë etik njerëzore.